Përshëndetje goca nga vlogu radhës. Atëherë arrita më në fund në Rotterdam jemi për momentin. Është ora diku dhe 10 edhe sapo erdhëm doli dhe dielli më në fund shqyr se ishte shumë ftohtë. Tani jashtë duhet jetë ftohtë akoma. Nuk e di, por shohim tani kur dal. Nuk kam vënë make-up fare se shumicën e rrugës kam thjetur, madje sapo zgjova. Shihemi në vazhdim. Përshëndetje goca, sapo kemi arritur edhe tani jam të McDonald's. Deri tani rrugët shumë të mira, shumë pastra. Edhe McDonald's 10 nga 10 për pastërtinë dhe për ushqimin shohim kur të vi. Çmimet ishin një lloj si në Gjermani këtu dhe shohim tani mezi po pres të ham, se jemi ngritur që në orën 2 të mëngjesit edhe kemi ngrënë me ato sanduiçet e vegjël që ju tregova në video. Dhe presim dhe orarin e check-init për në hotel. Pika! Hey YouTube-i, atëre mbaruam burgerat. Kanë kaluar vetëm diku 20 minuta që kur hapa videon e fundit dhe siç e shihni, njollat prezente tani. Kjo bluza më bë pis, do mundohem ta fshim ndonjë gjë kur tiket te hoteli se e kam planifikuar këtë kostumin për ta veshur dhe ditën që do kthehem, nga që me kostum sportiv ndihem shumë komode dhe shumë praktike. Gjithsesi do mundohem ta fshi edhe po su fshi tamam do Thank you. I didn't order this. Atëherë më solli diçka gabimisht. Mendova se mos e kishte porositur Bruno, edhe Bruno nuk është fare të ëmbëlsirat, pse pash që ishte ëmbëlsira dhe ndaj thashë nuk e kam porositur. Dhe ishte ngatruar me sa kuptova. Po burgerat ishin shumë të mirë, 10 nga 10 edhe ja super vlente fatura për cilësinë. Mund të them që ishte e njëjtë çmim si në Gjermani. Dhe cilësia më e mirë, edhe pastërtia gjithashtu më e mirë, gjithçka super mendoj. Tani ika edhe do shihemi në vazhdim se nuk e dim se ç'do bëjmë sot akoma. Ciao. Goca, këtu është merrsisht ftohtë, shumë ftohtë. Edhe do ikim te kopshti zoologjik, po mendoja që bëja një make-up shumë thjesht këtu në makinë sepse në orën 2 të natës nuk do bëja make-up. Dhe do vë kapuçën, do vesh xhupin, nuk e di, do më thënë, do izolohem komplet sepse një i ftohtë i tmerrshëm. Tani do ju tregoj video se si do kalojmë më vonë, edhe shpresoj që ky vlogu të dalë i bukur. Shpresoj që atë mënyrën që unë kënaqem ta transmetoj edhe këtu dhe do ju tregoj video tani. Ika, ciao. Ja live në kopshtin e gjithë tani, po shumë ftohtë. Hello.
hera e parë për mua në një akvarium edhe ishte vërtet shumë bukur. U kënaqa shumë duke para ato peshqit, edhe skip të kapuçën, po vetëm këtë kisha në makinë. Edhe shumë ftohtë. Tani shqiponjën këtu e pam, po hajde gjeje shqiponjën këtu tani. Nuk e di ku është. Na e gjetëm. Ja edhe një video live me Ariu. Risi të ngordhur, nuk lëvizin fare pothuajse. Tani se ku miku Bruno prit ta gjej ku ka hedhur e gjeta. Po kënaqem, është shumë bukur, ja vlen. Kijk, 1, 2, 3, 4. Kijk, eentje verstopt achter een paal. Hij is verstopt daar achter de paal. Zie je dat? 4. Kijk, daar is de snelle. Daar op de grond. Kijk, daar in de hoek links. Kijk. Hallo. Waar?
është komplet gjelbërin, nuk e di se që do shofim këtu, po është komplet në zogjë. Ai që ka bukur, për që doja të regoj. Ky zogu që po bën kështu është Bruno. Ndërkohë që gjithë thënë kokën që ku është ai zogu që po fshëllen. Video bashk, ta bëjmë një video bashk për YouTube. Është shumë bukur. Nuk e di unë kopshët zoologjike i kam shumë qef, se i dua shumë kafshët, edhe kënaqem me të vërtet. Kështu që ja super vlen të kjo zgjedhje. Shumë bukur. O zot, po kënaqem, jam si ato fëmijët në habitatin e vet. Prit se do ju tregoj një dhe një gjë tjetër. Jam si ato fëmijët në habitatin e vet që kënaqen. Edhe unë fiks ashtu. Shifa? Është shumë bukur, o zot.
Dola në këmbën, se do gjeja pizzeri italiane. Edhe lëvizëm sa lëvizëm, zgjetëm dhe përfunduam të turku. Kështu që darka për sot. Gocaja ku jemi nga dita e dytë në Holland, edhe sot po ikim në Amsterdam. Dje ndërkohë vizituam Rotterdamin, edhe kemi lënë dhe disa vende tjera për të vizituar nesër. Kështu që sot do ju tregoj video nga Amsterdami. Shpresoj që të eci dot, sepse djem ka dhënë për goxha këmba nga hera e fundit që urrëzova, edhe më shtojnë tër pak, kështu që shpresoj që mund ta shëtis në mënyrën e duhur dhe të vizitoj gjitha vendet që kam bërë save aty te mapsi. Kështu që shifemi. Asa harrova, sot ndërkohë kisha bërë plan të vishja geta dhe fustan dhe çizmet, por është shumë ftohtë, kështu që kam veshur prap xhinset me bluza. Edhe për gjithë ato gocat që veshin geta dhe fustan tani në këtë të ftohtë, shumë bravo e madhe se unë nuk mundesha. Erdhëm në Amsterdam, edhe për parkim këtu ishte të merr 3 orë 30 euro. Në të rast shumë herët edhe jam mbyllur.
të mifti Amsterdam, edhe këtë lokacionin kisha gati 2 vjet që e kisha ruajtur dhe mezi prisja të vija në Amsterdam të provoja, shpresoj mos të shkënjehem, edhe do ja tregoj se si jam pastaj. Goca janë super vlen dhe ishte shumë e shishëm dhe shumë e mirë, 10/10. Edhe këtë shëtitjen, edhe pastaj në shtëpi. Enjoy this cruise. Willkommen an Bord dieses Ausflugsportes Royal Bilderstadt. To your right is the Basilica of St. Nicholas. The church was named after the patron saint of Amsterdam, St. Nicholas. It devotes itself in particular to the vulnerable people in the city. Here, Lucha Hotel. Looking to your left, you will see the Skateboard House, Shipping House. Built by 6 major Amsterdam shipping companies to serve as a purpose. This building is also known as the House with 1,000 Windows. It was built in the famous style of the Amsterdam school and was decorated with detailed architectural surfaces. All of the hospitals have connected to school facilities. Mit einer großen Bildungsnot. Aus diesem Grund zogen viele Bewohner nur aus Sehen Sie den nonverbalen Sturm, einen alten Verteidigungsturm, dessen unterer Another of the old defensive canals of the city. In the past, the city walls were on the right-hand side. Die Tracht durch die wir jetzt fahren heißt Traun. Auf der rechten Seite befand sich früher die Stadtmauer. And if you think what it's swimming for is, to the Hulk. To your left is the Bartolome Drive, or Waterloo Square gets sprung up as a place to trade in the middle of the Jewish quarter of Amsterdam. The market is open from Monday to Saturday. Links liegt der Bartolome Kleine, der berühmteste Second-Hand-Markt Amsterdams. Dieser Platz entstand als Handelsort mitten in der Van de vooruitgang wordt die verder in Parijs. En op links aan de voorhuister. Houten ophoudbrug in blauw geschilderd was. The Blue Bridge, or Blue Bridge, we now see before us, featuring pylons decorated with images from the Dutch Golden Age, was built in 1884. In some respects, this bridge is a copy of the Pont Alexander of the Third in Paris, and it was named after its predecessor, which was a wooden drawbridge painted blue from Kopfdarstadt. Bierschacht hintereinander. Dit is waarschijnlijk een van de meest gefotografeerde plekjes van Amsterdam. Dit is een probleem met de meest foto's
Jetzt fahren wir durch die Goldene Kurve, in der im 17. Jahrhundert die ersten Kaufleute wohnten. Wer ist in Jüdisch? This is twin identical houses side by side, also known as the Twin Sisters. Between 1620 and 1631 is undoubtedly hoch. Die Wiener Hafen soll. Das muss um 1622 liegen. Unser nationaler Flughafen liegt sogar 5 Meter unter dem Meeresspiegel. So, ladies and gentlemen, as you heard, the canals are 3 meters deep. So we have 1 meter water, 1 meter mats, and 1 meter bicycles. Genannt Vater und Sohn. Hey. Jam këtu. Përshëndetje goca, jem në Dark edhe sot ishim të vizita në Amsterdam, nuk kam parë asnjëherë në një qytet aq shumë njerëz dhe më them me plot gojën që shumica ishin turist. Ishte shumë bukur edhe më pëlqeu shumë si qytet, u kënaqëm, por kudo vinte era bar, kudo. Dhe kjo era baret ishte shumë shqetësuese sepse kudo shifje, kudo shifje njerëz duke pirë në rrugë. Në ascensor shef njerëz duke pirë kudo që të rastis dhe është shumë e bezdisshme se normale unë nuk zgjedh ta pi edhe pse duhet të ndjej tymin tënd fundja fare. Gjithsesi, më pëlqeu shumë si qytet edhe mezi pres ta vizitoj përsëri, pse jo. Welcome Shqipëri. Çfarë do të ndash Përshëndetje goca, ja ku jemi nga dita e shtunë dhe më në fund udhëtimit ton 3 ditor në Amsterdam dhe në Rotterdam i erdhi fundi. U kënaqëm shumë dhe gjithçka ishte shumë bukur, kishte shumë gjallëri ndryshe nga Gjermania. Na pëlqeu shumë dhe shpresoj që do ta bëjmë prapë si eksperiencë në të ardhmen, por vetëm çmimet ishin shumë shtrenjtë. Pastaj aty në Amsterdam në qendër gjërat që doja të provoje fillonin gjitha nga 10 euro minimumi. Parkimi në Amsterdam na shkovi 40 euro vetëm parkimi dhe dje kemi paguar këtu në Rotterdam sepse ditën e parë na qolloi fat sepse ishte data 25 dhjetor edhe çdo gjë ishte falas për parkimin. Dhe ditën e parë ne nuk paguam. Ne kemi paguar parkim vetëm dje dhe
deri tani në mëngjes, domethënë kemi paguar dje në mëngjes deri sot në mëngjes, për 24 orë na ka shkuar parkime 40 euro në Amsterdam dhe diku domethënë 32 euro deri në orën 11 kemi paguar mbrëm natën dhe nga ora 11 deri në orën 8 të mëngjesit kemi paguar prapë 8 euro, po jo parkime në rrugë, kemi gjetur një parkim pak larg që ishte tip garazhe dhe ishte parkim publik. Domethënë diku te 40 euro edhe mbrëm dhe na ka shkuar jo 70 euro, por na ka shkuar pak më shumë se 80 euro. Se dhe sot mëngjes kemi paguar 3 euro dhe nuk kemi ikur akoma, se jemi këtu tek hoteli ende dhe pres Brunon që dali sepse kemi harruar një karikus në dhomë. Ndërkohë do vazhdojmë edhe sot gjatë ditës që do vizitojmë ndonjë vend këtu në Rotterdam, do pim ndonjë kafe dhe normal kudo parkimi është me lek, është diku te 7 euro ora tani gjatë ditës dhe vetëm kjo ishte problemi dhe po mendoj se si ja bëjnë këta që rrin në Rotterdam, prandaj ose në Amsterdam ose në Holland, nëse kam ndonjë gocë që ndjek nga këto vende, pse jo të më tregoj se si veproni juve për parkimet, se vërtet shumë shtrenjtë. Ndoshta janë vetëm për turistët këto çmime, nuk e di, por shkon, domethënë trish këtu një natë, shkon aty me hotelin. Domethënë një lloj e ka çmimin si parkimi si hoteli, mendoj. Tani, për gjërat e tjera, thash, kishte shumë gjëra ilegale që ndodhnin, shumë njerëz, domethënë në 10 njerëz 8 do i shifje duke konsumuar lëndë narkotika në rrugë, dhe kjo ishte pak e frikshme ndoshta nëse ishin vetëm goca, nëse do vinin vetëm goca, dhe falenderoj Zotin që nuk kam ardhur vetëm goca, sepse më përpara kam pas bërë plan që të vija me goca. Vetëm nuk më duk shumë ambienti përshtatshëm, po për faktin që unë isha me Brunon dhe nuk isha frikë për asnjë gjë. Pastaj për pjesë të tjera kishte shumë lypsa, kam parë lypsa më shumë se sa në Shqipëri, kërkonin cigare, kërkonin lek, shumë, ndoshta isha dhe unë që kishim hotelin më në qendër dhe normal qendra ka më shumë lypsa, por më duk shumë situatë jo e përshtatshme, sepse mendoj se të krijonin dhe pak atë ndjesinë e frikës, se të vinin të ndalonin të flisnin në rrugë. Tani te hoteli ishte gjithçka super, na shkoi shumë mirë qëndrimi, çmimin e kishim gjetur goxha të leverdishëm për në qendër të qytetit, edhe sot nuk e di çfarë do vizitoj, mendoj të vizitoj ato shtëpitë që janë, nuk e di si quhen, por ato shtëpitë që janë njëra mbas tjetrës dhe janë kështu si tip kutish, diçka e tillë. I pashun ato, i pash nga larg, por nuk kam bërë as foto as video, sepse unë shumicën e gjërave nuk e kam kapur dhe me foto, nga që ishte shumë ftohtë edhe të ngrinin duart nga i ftohtë. Tani po e mbyll kamerën edhe do shifemi nëse do ndaloj diku tjetër. Goca, atëre kaluam kufirin siç e pat nga videot më përpara, kishte shumë kontrolle edhe shumë radh kur afroheshe te kufiri, ndryshe nga kufiri që hyn për në Holland që nuk kishte kontroll fare, ndërkohë kur hyje për në Gjermani ishte super kontroll. Ishte vendosur këto çadrat e kontrollit në rrugë, gjithë me një korsi, na ndaloi polici, vetëm e tham halo edhe tha okay, vazhdoni këtej, nuk na futën çadër për kontroll. Shqyqyri, ose do kishte një problem, po thjesht ai momenti që të fusin aty mendoj se është shumë stresues. Tani kemi dhe 4 orë, jo 4 orë, por një 3 orë të mira për të bërë rrugë, kështu që nuk besoj se kam më gjë për t'ju treguar, edhe shifemi në vazhdim.